Këshilli Bashak i Lezhës ka dhënë drejtë një shile për paketën financiare të vitit 2026, duke miratuar planin buxhetor që përcakton prioritetet e zhvillimit të qytetit dhe zona përreth. Vendimi u mor pas një seance me diskutime ku shumica anëtarëve votuan në favor të dokumentit financiar. Buxheti i miratuar arrin vlerën e 2.54 miliardë lekëve të reja dhe mbështetet kryesisht të ardhurët vendorë që arrin 60% të totalit të ardhurave. Një peshë konsiderueshme e fundit do të orientohet drejt projekteve investuese me thekse veçantë në përmirësimin e rrjetit rrugor dhe infrastrukturës bazë si në qytet ashtu dhe njësitë administrative. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierre Indreu theksoi se buxheti i këtij viti shënon një rritje krahasuar me periudhat e mëparshme dhe synon të zgjidhë një pjesë të madhe të problematikave të trashëguara. Si vetë ne vim me një buxhet kuptohet me rritje, vim me një buxhet fokusuar kryesisht tek infrastruktura rrugore. Pak a shumë adresojmë një projekt që shkon në 70% të eliminimit të problematikës së infrastrukturës urbane dhe rurale. Jo pa qëllim është bë, kjo duke qenë një vend turistik, duke qenë një zonë e cila tashmë nuk mund të po zhvillohet dhe nuk mund të ekzistojë pa infrastrukturën rrugore dhe vetë zhvillimi, vetë turizmi e kërkon si domosdoshmëri. Ne jemi në një sistem me 57.2 km, ku 20 km janë vetëm brenda qytetit. Kemi 10 miliard të dhëna nga qeveria tashmë për pallatin e sportit dhe për rrugë të rurale, siç kemi premtuar. Unë jam ulur me kryeministin, do vinë pra në 10 miliard tjera që vinë përveç kësaj, janë 2 miliard që vinë te qendra moshës tretë. Pra po ti shikojmë në syrin e legëve që implementohen në ekonomisë, po tham Milot Badreni që duhet shpallat tashmë, për arsye të turbulencave që ju e dini. Bypassi i Shëngjinit që ka filluar. Në sa nuk munguan as komentet dhe qëndrimet kritike, disa këshilltarë kërkuan shpërndarje me të balancuar të fondeve duke ngritur shqetësime për nevojët e komuniteteve të ndryshme. Është e nevojshme dhe domosdoshmëri të ketë një çerdhe për fëmijët deri në 3 vjeç. Pasi kjo do të ishte një ndihmë e madhe për nënat e reja dhe natyrisht do të ndihmonte rritjen e mirëqenies familjare duke mundësuar që të dy prindrit të punojnë. Gjithashtu do të shtoja se kontributi në të ardhurat e bashkisë nga qyteti i Shëngjinit dihet që është shumë i madh. Pse janë planifikuar pak investime në rrugë për qytetin e Shëngjinit? Në listën e investimeve me një vlerë buxhetore rreth 9 miliard lek, nuk ka asnjë investim për njësinë administrative të Ballndrenit, të Ungrejt dhe të Shënkollit, që unë e konsideroj një ndarje jo drejtë dhe jo të arsyeshme të buxhetit. Personalisht e konsideroj të paarsyeshme që një njësi si Ballndrenit mos ketë investime, pavarësisht argumentave tuaja. Sipas planifikimit për vitin 2026, Bashkia e Lezhës parashikon riabilitimin e 112 akse rrugore në territorin e saj, ndërtimin e hapësirë të pedonale në qytet, projekte rikualifikimi urban, si dhe rritje mbështetjes financiare për shërbimet publike, bujqësinë dhe zhvillimin e turizmit.